dhe një pjesë e madhe po ashtu do të mblidhet nëpërmjet taksave të anijeve që kalojnë aty. Dhe tani jemi në këtë situatë, sot lexojmë që është bombarduar baza amerikane në Kuvajt, për arsye se amerikanët pas kanë sulmuar në Iran dhe kuptohet gjatë çdo sulmi do të ketë kundërsulm. Lajmin e fundit po ashtu nga Kuvajti e kemi që Kuvajti për herë të parë e kritikon shtetin e Izraelit dhe ata për luftën në Liban. Pra, nuk është vetëm Kuvajti, është edhe Anglia apo shtetet apo Mbretëria e Bashkuar, të cilët e kritikojnë Izraelin se vazhdon luftën në Liban, për shkak se mbas armëpushimit të Iranit me SBA, duhet që të shuhej edhe në lufta në Irak. Po Netanyahu mbrëm kishte thënë se ai do ta zgjeroj ekspeditën e tij ushtarake në Liban dhe kanë filluar kritikat nga shtetet përreth dhe kjo ndodh për herë të parë. Kjo është shenjë se dal nga dal tërhiqet mbështetja ndaj Izraelit të shteteve muslimane apo arabe të atij territori. Dhe kuptohet që kjo bëhet edhe në koordinim me Arabinë Saudite, për shkak se ata shtete të vogla sikur Bahreini dhe Kuvajti janë drejt për drejt të ndikuar nga politika jashtme e Arabisë Saudite. Dhe kjo është një shenjë e mirë se Arabia Saudite, si duket, nuk don që të thellohet kjo krizë. Dal nga dal bën një koalicion me Turqinë dhe Pakistanin dhe afrohen edhe me ndikimin apo do të pajtohen me ndikimin e Iranit më të madh në atë territor. Dhe kështu që SBA-ja dhe Izraeli mbeten në një pozitë shumë të dobët tani për tani. E shërzoj nga ana tjetër goditja e bazave iraniane nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por edhe kundërpërgjigje e Gardës Revolucionare tregojnë se të dy palët tashmë po ruajnë kapacitetin për eskalimin e situatës mes vendeve. Cili është pragu zoti që mund ta shndrojë këtë konflikt nga përplasjet kufizuara në një luftë renale të hapur nesër? Po tani edhe kjo lufta e fundit ishte luftë rajonale, të gjithë shtetet e Golfit ishin të përfshira dhe të gjitha ato baza ushtarake që sulmonin Iranin bëheshin pikërisht nga Arabia Saudite, nga Bahreini, nga Kuvajti, nga Emiratet e Bashkuara, nga Jordani, po edhe nga Iraku, edhe nga Jordani. Kuptohet që ishte një luftë rajonale, kjo ishte edhe mendimi ajatollahit të fundit, i cili u vra në fillim të kësaj lufte, i cili tha nëse fillon kjo luftë do të jetë rajonale dhe nuk ka si zgjerohet më shumë. Pra mund të zgjerohet në kuptimin që të kemi edhe këmbësori, pra futjen e trupave të Iranit në Kuvajt, okupimin e Abu Dhabit dhe Dubait, pra të shkojnë me anije luftarake iranasit dhe të okupojnë Dubain. Atërës do të bëhet, nëse bëhet toksore me këmbësori, atërës kuptohet që do të flitnin për zgjerim të kësaj lufte, por nuk ka shenja se kjo do të ndodh. Kjo edhe për arsye se SBA-ja u dëshmua se është shumë e dobët si fuqi ushtarake, gjithë ajo ishte miq se SBA-ja është forca më e madhe ushtarake e botës. Ata përparësia e tyre është vetëm aviacioni, mirëpo ai aviacion luftarak funksionon në ato shtete të cilat nuk kanë mbrojtje ajrore, sikur është Irani, Libia, në fakt Iraku, Libia, Siria dhe shtetet të tjera të cilat i sulmonin, por ja që për Iranin doli që nuk është funksional, po ashtu flota detare e tyre nuk është funksionale për shkak se Irani ka raketa që mund t'i zhisë ato anije dhe nuk afrohen në bregun e Iranit. Pra nuk është se ka shumë zgjidhje. Tani ne kuptojmë që Trumpi kërkoi armëpushim për këtë luftë për shkak se municioni i tyre ishte duke u harxhuar dhe tani ne i kemi biseduar këta, por tani ja që edhe zyrtarisht të gjithë ata çka i kemi thënë verifikohen apo vërtetohen, pasi që në Amerikë kemi demokraci dhe duhet generalet të hapin përgjegjësi para Senatit apo Kongresit Amerikan. Dhe kuptohet i japin disa shifra, po ashtu rrjedhin lajme prej Pentagoni në gazetat apo mediat amerikane, që municioni amerikan është harxhuar të paktën 50%, pra bëhet fjalë për raketa Tomahawk apo Jasim, të cilat shkojnë me qindra kilometra,
pra nuk ka nevojë që të rrezikojnë aeroplanët ushtarak amerikan të hyjnë në territor të Iranit, po prej largësie godasin. Tani për të krijuar apo prodhuar raketat të tjera, ju duhen minerale të ralla këta që nuk i ka SHBA-ja dhe të cilat i mirëten nga Kina. Mirë po Kina si duket nuk u ashet më, jo që Amerikanët nuk i kanë ata minerale të ralla për t'i prodhuar ata raketa që janë shumë të shtrenjta, mirë po ata rafinerohen në Kinë dhe SHBA-ja tani industrian gati se të gjithë e ka dërguar në Kinë dhe nuk mund të paktën për brenda disa muajve të prodhoj të tjera dhe kuptohet që të gjithë ata raketa kundërajrore që e mbronin qiellin e Izraelit, Patriot dhe That, dhe vetë Izraeli që i prodhonte, thuaj se janë harxhuar dhe nuk besoj që do të fillone një luftë tjetër. Mirë po kuptohet që këtu nuk ka racionalitet, çdo gjë ndodhen jashtë racionalitetit dhe mund të filloj, po kuptohet që do të pasoj Izraeli dhe ushtria amerikane dhe përfundimisht do të tërhiqen trupat amerikane nga lindja e mesme. Tani mbas marrëveshjeve çka e kanë, kuptohet që kishte disa lajme pozitive se do të shtyhet për të paktën 60 ditë armë pushimi dhe fjala që materialet nukleare do të negociohen në fazën e dytë. Faza e parë do të ishte që të ndërpritet armiqësia, të lirohet ngushtica e Hormuzit. Mirë po kuptohet që iranasit nuk i besojnë politikanëve izraelit dhe amerikan dhe garda revolucionare nuk lejon që të arrihet një marrëveshje. Kuptohet që qeveria do të deshte, po ajo është vetëm dëshirë, nuk kanë mundësi që të arrijnë, pra si duke do të mbetet një status quo apo një konflikt i ngrirë dhe që mund të fillojë mbas një viti apo 2 viti apo pas zgjedhjeve parlamentare. Mirë po nga ana tjetër edhe në Izrael afrohen zgjedhjet, Netanyahu si duket reputacioni është i ulur për shkak të dështimit të luftës në Gaza, në Liban dhe kundër Iranit. Netanyahu gjatë gjithë kohës bënte propagandë se Irani është koka e gjarprit, nëse goditet Irani, i gjithaj mozaiku i rezistencës islamike në lindjen e mesme do të rrëzohet, do të shpërbohet. Mirë po ja që Irani u dëshmua që është kafshat që nuk mund ta përtype as SHBA-ja as Izraeli. Dhe kjo ju ka dhënë edhe guxim edhe shteteve tjera të atij rajoni, sikur është Pakistani, Turqia, Egjipti. Dhe të gjithë ata tani nuk frigohen nga Izraeli, po nuk frigohen edhe nga forca ushtarake e SHBA-s dhe dal nga dal duhet ta kuptojnë realitetin amerikanët, si duke Trumpi ka filluar që ta kuptoj, edhe pse ai është në moshë i shtyrë dhe tregon shenja të demencës, po përsëri kur është i kthjellët e kupton situatën dhe përpiqet që ta shuaj këtë konflikt. Këtë e kuptojmë edhe nga mos vizita e Netanyahut në SHBA. Ne dim që Netanyahu 7 herë të paktën apo 8 herë ndoshta gjatë vitit të parë të presidencës Trump shkonte dhe vizitonte në shtëpinë e bardhë apo në SHBA presidentin Trump, po ja që 100 ditë ka filluar kjo luftë dhe asesi Netanyahu të shkojë në SHBA. Kjo do të thotë se ka një bojkot të Netanyahut nga presidenti Trump. Dhe arsyeja është e thjeshtë, arsyeja është për shkak se Mossadi dhe Netanyahu i premtuan Trumpit që Irani do të ketë ndrim të qeverisë nëse ne e sulmojmë, nëse i vrasim personat kyç të politikës iraniane, po të gjithë këta ranë në ujë, të gjithë këta mendime edhe unë i kam shprehur që do të ishte kohë që të përpiqet planet e Izraelit nuk janë analitike të vërtet, po janë propagandë. Dhe si duket edhe presidenti Trump e kuptoi që ka rënë në një kurth të Izraelit dhe përpiqet që ta bojkotoj Netanyahun dhe besoj që tani që Netanyahu thot apo premton që do ta zgjeroj luftën në Liban dhe po ashtu edhe në Gaza, do të ketë disa sanksione nga presidenti Trump që dal nga dal të filloj të tërhiqet për shkak se nuk ka kapacitete Izraeli që të mbajë gjithë ato lufta, ta zgjeroj territori, nuk ka as ushtar, nuk ka as edhe